Për të marrë një pako të terapisë tabletare, kjo 70 vjeçare nga Peja u detyrua gjatë javës t'i bëj afro 170 kilometra rrugë vajtje ardhje për në klinikën e onkologjisë në Prishtinë. Pacientëve me kancer, sikurse Naxhije Juka Skenderit, u duhet të paraqiten në sportel para orës 9 e pastaj të presin deri në orën 13 kur nis të shpërndahet terapia. Me kaq, sipas saj, nuk përfundon pritja në ÇKUK. Pi mëngjesit, pi 6:30 kom dalë pi banesës. Këtu kom bri para 9-ve, ende po pres për një kuti tableta. Do që në ora 4 kom dalë pi onkologjisë, për një kuti tableta pi mëngjesit. Edhe kjo ka kalu çdo kufi, me vërtet më duket që është koha e fundit, mu marr dikush seriozisht me këtë punën. Juka Skenderi tha se çdo 3 javë duhet të marrë rrugën për në Prishtinë për të marrë një pako me tableta, e që sipas saj mund t'i dorëzohet fare lehtë edhe në Pejë. Kësaj veprohet në një qytet tashmë. Është problem që mund të rregullohet. Kur gjë nuk e kushton ministri me shpërnda, çush e kena bë në Prizren. Pse mos mu shpërnda edhe në Pejë, edhe këto qytete tjera që janë në Gjiljane e tjera. E jo me maltretu pacientin. Veç lodhjes, ajo përmend edhe shpenzimet që ja shkakton rruga. Krejt shpenzimet janë, por gjendja shëndetësore janë. Na që jena me këtë diagnozë, kjo është e tmerrshme, e turpshme, e papërballueshme. Koha ka nisur pyetje në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar se përse terapia tabletare për pacientët me kancer nuk shpërndahet edhe në spitalet e tjera, siç veprohet në atë të Prizrenit prej vitit 2023. Ministria e Shëndetësisë përgjegjësinë ja hodhi SHSKUK-s, megjithse kur u jetësua ky projekt në spitalin e Prizrenit, Merita Timori për vete. Sa u përket pyetjeve të ngritura nga ana juaj, duke pasur parasysh se menaxhimi i spitaleve rajonale bëhet nga SHSKUK-ja, ju lutemi që për përgjigje t'i drejtoni vetë SHSKUK-s si organizatë pavarur buxhetore. E Shërbimi Spitalor Klinik Universitar nuk ktheu përgjigje për këtë problem të ngritur nga pacientët me kancer.